Rastet me sëmundje tumorale në qytetin e Lushnjës janë në rritje shqetësuese. Gjatë vitit 2025 janë zbuluar 143 raste të reja me kancer, ndërsa mjekët ngrenë alarmin jo vetëm për shtimin e numrit të prekurve, por edhe për uljen e moshës së pacientëve. Sipas të dhënave mjekësore, kanceri i gjirit mbetet më i përhapuri, i ndjekur nga kanceri i zorës së trashë dhe kanceri i vezoreve. Aktualisht në poliklinikën e qytetit janë të kartelizuar 5273 pacient, ndërsa vetëm në muajt janar-shkur 2026 janë regjistruar rreth 30 raste të reja. Shumë pacient ndjekin terapitë në spitalin rajonal apo në spitalin onkologjik, ndërsa një pjesë e tyre preferojnë të flasin jashtë kamere për betejën me sëmundjen. Mjekët theksojnë se kontrollet rutinë, check-upet dhe depistimet e vazhdueshme mbeten mënyra më e mirë për parandalim dhe për diagnostikim në faza të hershme. Megjithatë, sipas bluzave të bardha, shumë raste vijojnë të zbulohen në stade të avancuara duke e vështirësuar trajtimin. Mjeku onkolog Gentian Xhoxhi në një komunikim jashtë kamere bën thirrje për më shumë mbështetje ndaj pacientëve dhe rritje të investimeve në kërkime shkencore në luftën kundër kancerit. Apeli i mjekëve është i qartë, kontrollet nuk duhet kufizohen vetëm në muajin e ndërgjerësimit në tetor, për të jenë të vazhdueshme gjatë gjithë vitit. Çdo qytetar duhet të kryejë kontrolle periodike dhe të ketë besim tek mjekët specialistë, pasi zbulimi i hershëm shpëton jetë.